u përhap Islam më të madhe. Të ndërruar shikues, marrëveshja nuk zgjati shumë, nga se Kurajsht e Mekës e thyen marrëveshjen. Dhe thyra e marrëveshjes ishte më faza finale e çlirimit të Mekës. Pastaj u çlirua Mekja. Ndaj nuk zgjati marrëveshja. 2 vite diçka zgjati. Mirë, po për të 2 vite, dhe u çlirua Mekja, dhe me çlirimin e Mekës, njerëzit kanë hyrë në fe më shumë fish se për 20 vite para se të ndodhte marrëveshja e Hudejbes dhe para se të çlirohej Mekja. Ai të ndrosh shikues, njerëzit e dojnë fen Allahut azza xal. Kur ka konflikte, kur ka tensione, njerëzit mund të friksohen. Dhe në këtë frikë dhe në këtë panik ka mundësi pastaj nuk janë të gatshëm që qetë dhe lirshëm të dëgjojnë çfarë kërkon Allahu nga ata. Çfarë ka thënë Muhamedi alayhi salatu wasalam. Nëse njerëzit janë të lirë, vendosin, do të shohim se njerëz lirshëm kur mund të mendojnë pa kalkuluar në pasojat e caktuara, kur realisht veprojnë sipas udhëzimeve të logjikës së tyre dhe kërkesave të natyrshmërisë së tyre, nuk mund të jenë ndryshe për musliman. Nuk mund të jenë ndryshe për musliman. Dhe kjo është e qartë. Dhe shihet sot në përbot. Ndaj ka njerëz që fatkeqësisht tentojnë që të krijojnë konflikte, zhurma të panevojshme, akuza, betejë komplet të paarsyeshme. Për çfarë arsye? Që realisht të krijojnë një farë klime të tensionuar që njerëz pastaj të hezitojnë që të mendojnë për çështjen e udhëzimit, islamit, praktikës islame e kështu me radhë. Po këto janë përpjekje të dështuara dhe të dëshmuara se të dështojnë, por fatkeqësisht i kanë pasojat e veta dhe ka viktima fatkeqësisht në përvoja dhe në përpjekjet e tilla. Po çdo qoftë, Islami u shpërnda shumë. Madje u bën musliman njerëzit që njiheshin si kundërshtar të mëdhej të Muhamedit sa madje edhe lider të mëdhej të Kurajshit dhe të arabëve. Para mendoni kush u bë musliman mas marrëveshjes në Hudejbie. Kush u bë musliman? Khalid ibn Walidi. Ai që në luftën e Uhudit, ai realisht e përmbyti rezultatin e fitores në humbje në raport me pejgamberin azh dhe shokët e tij. Ai që ishte realisht një strateg hatashëm i madh, një luftar i guximshëm i patrembur, ky u bë musliman. Erdhi nga Medina, erdhi nga Mekja në Medinë dhe u bë musliman. Amr ibn Asi, një musliman, një nga negociatorët e fuqishëm të arabëve, elitarët e pa konkurrencë të arabëve, erdhi dhe u bë musliman tek pejgamberi azh. E të tjerë emrat njohur, domthon aso kohë u bën musliman. Fiset të tjera u bën musliman. U kthyen me pejgamberin alayhi salatu wasallam. Veçanërisht pas çlirimit të Mekës, veçanërisht do të flasim për çlirimin e Mekës, mirë po marrëveshja e Hudejbes ishte një parathënie e rëndësishme për çlirimin e Mekës.